Nëse nuk kuptohet me pozitivin, do të thonë njeriu produktiv, njeriu aktiv, njeriu i gjallë, njeriu i cili është i dobishëm, okay, s'ka problem. Faktikisht kështu duhet të jetë muslimani. Pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam thotë për muslimanin, thotë shembulli i muslimanit është si puna e shiut. Kudo që të bjerë bën dobi. Kështu edhe puna e muslimanit, vazhdimisht duhet të jetë produktiv, vazhdimisht duhet të jetë i dobishëm. Qoftë kjo në raportet e tij me rrethin e besimtarëve, qoftë kjo në raportet e tij me rrethin e njerëzve që nuk janë në besim. Qoftë kjo në raportet e tij brenda familjes, qoftë kjo në raportet e tij jashtë familjes. Qoftë kjo në momente të mira të jetës, qoftë kjo në momente negative, qoftë kjo në kënaqësi, qoftë kjo në fatkeqësi. Muslimani duhet të jetë produktiv, muslimani duhet të jetë gjithmonë optimist. Për këtë arsye thotë njëri prej sahabëve, pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam e urrente pesimizmin dhe pëlqente dhe këshillonte për optimizmin. Dhe gjithmonë në jetë ka parë me synin e optimizmit, sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse një musliman që beson qadan dhe qaderin, dhe se çdo gjë është në dorë të Zotit, dhe se po ju dorëzove Zotit, punët shkojnë mirë dhe ja ke lënë punët në dorë të Zotit, etj. Gjitha këto ndikojnë që besimtari të jetë tek pozitivitetin, nëse ta quajmë kështu siç është bërë pyetja, dhe muslimani absolutisht nuk mund të jetë tek bota pesimiste, tek bota e pakuptimit etj. Dhe Allahu e din më së miri. Njëri i cili falet 5 herë në ditë, njëri i cili bën dhikr Zotit, njëri i cili agjeron Ramazan, njëri i cili lexon Kur'an, absolutisht të gjitha energjitë e tij dhe të gjitha, si më thënë, ato sjelljet e tij duhet të anojnë tek pjesa e dobishtë dhe tek pjesa e produktivitetit, dhe Allahu e din më së miri.